në skenën e teatrit, operës dhe baletit dhe pranë meje është drejtoresha e shkollës së baletit Blerina Arbana, me të cilën e do të zhvillojmë një bisedë të shkurtër për sa i përket mbrëmjes gala që do të vendoset në këtë skenë nga nxënësit e shkollës së baletit. Kjo sallë që gjithmonë shkelet nga artistë të mëdhenj të jetë në fillesat dhe të nxënësve të shkollës së baletit. Në radhë për ju falenderoj. Sikundërsisht dihet, shkolla e baletit është vetëm një shkollë specifike në llojin e saj, që do të thotë nxënësi pajiset me diplomën e maturitetit dhe është i aftë të deputojë në skenat më prestigjioze si brenda dhe jashtë vendit. Tashmë në shkollën tonë është bërë, mund të them, është bërë një traditë ku gjatë vitit shkollor zhvillohet 2 mbrëmje gala. Mbrëmja e parë gala, pra përkon në periudhën janar-shkurt, dhe mbrëmja e dytë gala përkon në periudhën maj-qershor. Këto mbrëmje gala janë jashtëzakonisht të mira, për vetë faktin sepse ajo përditshmëria, pra puna e përditshme, me një disiplinë artistike, me një punë sistematike, përgjegjësi profesionale e një stafit kualifikuar, që unë të doja dhe kam rastin ta falenderoj, dhe aq më tepër një punë jashtëzakonisht të madhe që bëjnë nxënësit e shkollës. Sepse unë kam qenë vetë nxënës dhe të them të drejtën, ballafaqimi me skenën ty të rrit. Pra ti arrin të kuptosh, je apo nuk je fund edhe për të profesion, sepse është një profesion shumë i vështirë. Ne fillojmë me fëmijët e vegjël që janë ato barrierat e vogla, por për të kaluar, për të superuar ato barrierat e vogla, për të shkuar në barrierën finale, pra nuk është e lehtë. Pra është kjo prekja e skenës, që për mua është e shenjtë dhe mësuesi, unë jam mos e bindur me këtë punë që ka bërë me nxënësin, arrin të kuptoj dhe nxënësi që skena është magji. Blerina, në një farë mënyre është i provimi tyre apo jo, sepse të shkelësh skenën, do të thotë që është i provë e vetes tënde. Ke shumë të drejtë, nxënësit e shkollës baletit, po t'i shikoni në këtë mbrëmje gala, është bërë një fazë selektive e përzgjedhjes së pjesëve të ndryshme nga repertori klasik botror. Pra është bërë një punë e mirë menaxhuar nga mësuesi dhe nga nxënësi, sepse nuk është e lehtë të bëhet ajo gjetja dhe më pas bëhet ajo puna në detaje. Po të them të drejtën, në këto prova që unë shikoj, sepse është, mund të them, është hera e tretë që ne bëjmë prova gjenerale, nuk ke dallim nga profesionisti. Këto jo për të mburur, por me vërtet shkolla jonë dihet që domethënë nxënësit tani janë ambasadorë të kombit, pse jo në Shqipëri, dhe ndjehemi krenar për këtë, sepse artistët kudo që janë lënë gjurmë. Dhe kjo fal stafit të përkushtuar dhe të nxënësve dhe sidomos prindërve që gjithmonë janë në suport, na kanë mbështetur gjithmonë. Më parë që është një gjithë përfshirje të gjithë nxënësve që marrin pjesë dhe shkelin këtë skenë. Kjo është objektiva juaj? Faktikisht është objektivi i shkollës baletit, sikundër çdo drejtor që ka vizionin, unë kam pas një vizion. Unë kam qenë vetë nxënëse dhe në shkollë baletit gjithmonë ka pas ekzistuar një grup artistik, që do të thotë kanë qenë më të mirët e çdo klase. Kjo nuk ka qenë e drejtë, sepse edhe vetë nuk jam ndjermir në ato periudhe. Që do të thotë, nxënësi dhe ai që është i dobët, duhet ta provojë skenën, nuk ka asgjë të keqe. Dhe në këtë gjithë përfshirje është e vërtetë që marrin pjesë të gjithë nxënësit e shkollës baletit, pra marrin mësuesit me punë, kanë bërë një punë me klaset e tyre përkatëse, zgjedhjen dhe përkatësinë e pjesës e bën mësuesi, sepse ai është padron në të mirë të fjalës si nxënësit, dhe unë them në këtë repertor klasik botëror, kemi jashtëzakonisht në këtë periudhë kemi dhe balete modern, kemi futur dhe vallet popullore, pra janë një mori disiplina që dihet që zhvillohen në shkollë baleti, sepse ne themi gjithmonë baleti klasik është baleti bazë, por janë dhe pjesë përbërëse dhe është baleti kontemporan, pra baleti modern, vallet popullore, repertor skenik, një mori lëndë që zhvillohen, dhe pse jo e përditshmëria që mësuesi e bën punën në sallat e baletit, pse jo të mos jetë këtu. Ky është tempulli, pra, dhe unë të gjej rastin të falenderoj dhe të mrekullueshmin drejtorin e teatrit operës Ilir Kerni, i cili me të vërtet nga momenti që ai ka ardhur, dyert tona janë të hapura në këtë teatr. Po, dua të them në këtë pikë që këtë vit, gjatë gjithë harkut në kalendarin artistik të këtij teatrit, kemi vënë re që baleti modern ka hyrë më tepër se vitet e kaluara. Kjo do të thotë që është piknisje edhe për ju si shkollë baleti për të sjellë atë indicjen e parë të nxënësit për baletin modern. Ke kapur një pikë të dobët, por në shkollën tonë ka shumë vite që ka hyrë baleti modern.
Dhe kjo ka ndikuar pozitivisht, po ti shohësh dhe nxënësit, sepse dihet nxënësit e shkollës baletit ata shohin teatrin e operës në televizionet e ndryshme, pra në çdo vend është shkolla baletit. Unë mbadi këtu gjithë rastin sepse baleti modern që është lëvruar në shkollën tonë, ka një rritje cilësore dhe po të shikoni dhe numrat janë shumë të goditur, por me këtë rast shkolla baletit ka një terminologji shkollë koreografike. Dhe ne jemi në këtë rast po gjë rastin dhe pse jo të mos shpreh dhe një pikë të dobët që kemi, shkolla jon detyrimisht dhe shumë shpejt do të ndryshojë emrin nga shkollë koreografike në Akademi Baleti, si kundër janë dhe shkollat homologe në botë. Pra Akademia e Baletit e La Scales, Akademia e Baletit të Romës, pse jo dhe mos jemi dhe Akademia e Baletit e teatrit të mrekullueshëm të operës dhe baletit. Unë falenderoj për gjithë punën që ju bëni dhe ju uroj suksese, qoftë në menaxhimin e një shkolle baleti që nuk është e lehtë, por edhe në emocionet që ju i përcjellni këtyre nxënësve. Ju falenderoj dhe unë shpresoj që do të mbeteni të kënaqur, sepse nuk është hera e parë që këto mbrojmë me gala dhe unë them me plot gojë suksesin e kemi të garantuar. Miqtë e mi, këtu jam me Gjensinën, e cila është nxënëse në klasë të 8 të shkollës baletit. Gjensila, si të duket fakti që vjen dhe performon në skenën e teatrit të këtij institucioni kaq të rëndësishëm në profesionin tënd? Është një eksperiencë shumë e bukur që shkolla e baletit na ofron të gjithë balerinëve dhe ndihem shumë e nderuar dhe privilegjuar që përcjellim skena të tilla. Ke veshur kostum popullor dhe besoj se performanca jote do jetë për një koreografi popullore. Po, ne unë kam veshur në kostumin e Malësisë Madhe dhe ne do performojmë vallën e Trapojës. Fjolla, ke ardhur në skenën e teatrit kombëtar të baletit, çfarë emocioni të përcjell kjo skenë? Shumë, nuk mund ta përshkruaj. Çfarë do performosh? Do performoj Zokun e Kaltër, Bluebird. Përshëndetje, unë jam Valbona. Valbona, ndodhesh në skenën e teatrit kombëtar të operës së baletit, besoj se emocionet janë të mëdha edhe në numrin që ti performove. Si është të ndihesh këtu? Po, ti jesh këtu është si thuash provimi i vërtet për gjithë nxënësit e shkollës. Këtu duhet ta provojmë në veten tonë, fundja për këtë trajnohemi për vite të tëra për të kthyer këtu. Është emocion shumë i madh. Po gocat, çfarë performuan? Unë kisha 3 pjesë, e para një padotruar nga Chopiniana, tjetra Pakita, një masive me 8 vajza dhe kontemporane. Është provimi i vështirë? Po, është i vështirë se në këtë tregon gjithë punën që kemi bërë në shkollë. Dhe është edhe emocionuese. Si mendon se do t'ju pres publiku shqiptar, sepse është ai që në sytë e tij ju merrni ato emocionet? Shpresojmë që sa më mirë se për këtë po punojmë.